Por si që dini, këngët e bukura shqiptare nuk janë thjesht këngë, por janë fjalë të dalën nga zemra. Këngët shqiptare janë ato këngët të cilat janë shkruar nga lotët e mërgimit. Janë fjalët e dalin nga zemra e nënave, të cilët djemtë të tyre kanë vajtur ushtar dhe s'kan ardhur. Janë fjalët e dalën nga zemra e atyre burrave që kanë luftuar për vendin e tyre. Janë këngët e dashurisë. Janë këngët që janë kënduar pa instrument. Po sot i kemi me instrumente. Pra këngët tona të bukura, këngët e darmishme shqiptare janë lotët e parrjedhura të burrave, janë dashurit e groposura në zemrat e nënave dhe të grave. Şimdi neyle devam edeceğiz? Me cilin këngë të vazhdojmë? Şimdi burada Selim ve Murat artık hangi yeni sürpriz yapacaklar bilmiyorum. O şarkıyla devam edelim. Atëherë le të vi kënga tjetër dhe të dërgojmë të gjithë teleshikuesve që na ndjekin nga Amerika. Amerika e gëndërelim o zaman. Tamam, okay. Florida e gëndërelim. E dërgojmë në Florid, e dërgojmë në New York dhe e dërgojmë në Kanada tek teleshikuesit e mi dhe patjetër që teleshikuesit e mi janë edhe të Mexhitit. Oti gel o iri, njodi vajzarin karshi, njodi vajzarin karshi, njodi vajzarin karshi, bon me dore, bon me sy, bon me dore, bon me sy, sa u bona pak rahat, dera boni rak tak tak, dera boni rak tak tak, sa u bona pak rahat, dera boni rak tak tak, na me djalin e soka. Bon me dore, bon me sy, hajde gjallo dri me ty, hajde vajze dri me ty. Bon me dore, bon me sy, hajde qika dri me ty, hajde vajze dri me ty. Sa u bona pak rahat, dera voni rak tak tak, dera voni rak tak tak. Sa u bona pak rahat, dera voni rak tak tak, dera voni rak tak tak. Dera voni rak tak tak, ha? Bu şarkı kime gönderdin Mecid? Kuyta dërgove këtë këngë, ha? Bu kan... Şimdi Arnavutça sen konuşacaksın, ben Türkçe konuşacağım.